Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump propozoi të martën kartën e arit për çdo person që dëshiron të bëhet qytetar amerikan, duke e blerë atë për një shifër prej $5 milion. Trump u tha gazetarëve se do të zëvendësojë programin e vizave të investitorëve për emigrimin EB5, i cili u lejon investitorëve të huaj me shuma të mëdha parash që krijojnë ose mbrojnë vendet e punës në SBA të bëhen banor të përhershëm me të ashëquajturën kartari. Aktualisht programi EB5 pajis me kartonin e gjelbër të huaj që premtojnë të investojnë në bizneset amerikane. We're going to be selling a gold card. Ne do të shesim kartën e arit, do të vendosim një çmim në atë kartë prej rreth $5 milion që do t'ju jap privilegjet kartës së gjelbër dhe që do të jetë një rrugë drejt shtetësisë amerikane, ku njerëzit e pasur të vinë në vendin ton përmes saj. Detajet rreth skemës do dalin brenda 2 javësh. Trump shtoi se është e mundur që oligarkët rusë të mund të kualifikohen për kartat e arit, kur u pyet nga një gazetar. Unë njoh disa oligarkë rusë që janë njerëz shumë të mirë, tha ai. Programi e emigracionit të investitorëve të huaj EB5 u krijua nga Kongresi në vitin 1990 për të stimuluar ekonominë amerikane përmes krijimit të vendeve të punës dhe investimeve kapitale nga investitorët e huaj. Sekretari amerikan i tregtisë Howard Lutnick deklaroi se ky program ishte një marrëzi që u siguronte të huajve green cardën me një çmim të ulët. Këtë kartë ne do ta zëvendësojmë me kartën e arit të presidentit Trump, deklaroi ai.